Almanaku On This Day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1110, kryqëtarët marshojnë në Beirut, shkaktojnë gjakderdhje të inkurajuar nga suksesi dhe shumë prej tyre u nisën për në Jeruzalem. Gjatë dekadave pasuese rajoni u përfshi nga luftra. 1277, Mehmeti I Karamanit mori kontrollin e qytetit të Konjës. Ai e bëri ato pjesë të territoreve të principatës Karamanide dhe shpalli turqishten si gjuhë zyrtare. 1497, Papa Aleksandër VI shkishëron Girolamo Savonarolën, prift italian dominikan, predikues aktiv gjatë rilindjes në Firenze, i njohur për profecitë e lavdisë qytetare dhe thirrjet për përtëritjen e kishës. 1607, kolonët e parë anglisht folës në Amerikë, eksploruesi John Smith vendoset në tokat pranë lumit James në Virginia. 1619, politikani holandez Johan van Oldenbarnevelt ekzekutohet në Hag pasi ishte akuzuar për tradhti. 1637, Frans, kardinali Richelieu krijon thikën e tryezës për të hequr zakonin e veritshëm të ushqyerjes së ushqimit me dhëmb. 1846, Shëba i shpall luftë Meksikës, 2 muaj pasi luftimet kishin filluar. 1909, zhvillohet për herë të parë rrethti ciklistik italian Giro d'Italia. Në Milano, ciklisti Luigi Gana del fitues. 1930, ndahet nga jeta Fridtjof Nansen, hulumtues norvegjez, zoolog dhe diplomat, fitues i çmimit Nobel për paqe 1922. 1943, pushtuesit gjerman konfiskojnë të gjitha radiot. Zakonisht ky ishte një nga urdhrat e parë të lëshuar nga gjermanët kur merrnin një territor. 1961, aktori amerikan Gary Cooper, një prej emrave më të famshëm të kinematografisë botërore, u nda nga jeta në moshën 60 vjeçare. 1981, Papa John Paul II qellohet dhe plagoset rënd nga një turk i arratisur nga burgu, Mehmet Ali Akça, në sheshin e Shëmpjetrit, Vatikan. 1990, në Zagreb, në stadiumin Maksimir, në ndeshjen futbollistike ndërmjet Dinamos dhe Crvena Zvezdës së Beogradit, ndodhi një përleshje e përgjakshme. 2006, shpërthen vala e dhunës në Sao Paulo të Brazilit, ndër shpërtimet më të ashpra të dhunës në historinë e regjistruar të Brazilit, drejtuar kundër forcave të sigurisë dhe disa objektivave civile. Gjatë këtyre përleshjeve mbetën të vdekur mbi 100 persona. 2014, fatkeqësia e Somës, si pasojë e shpërtimit të një transformatori dhe zjarrit që e pasoi atë në një minier të Turqisë, 301 minator humbën jetën dhe 80 të tjerë u plagosën.